Flia është një gatim tradicional, i hershëm në kohë, në fakt, i përdorur në krahinat e Shqipërisë Veriore. Përmenda i hershëm në kohë, sepse është mbi bazë një brumi të hollë, i cili përgatitet zakonisht vetëm mbi bazë ujë dhe mielli. Dhe veç të tjerash, është thash i hershëm në kohë, ai është një gatim që lidhet me ceremoni të veçanta familjare. Ndaj kur thuhet do bëjmë një fli, do të kuptojmë gjithnjë që ka një ngjarje prapasaj, që zakonisht një ngjarje të gëzueshme, një festë familjare, ose një festë tjetër që ka të bëjë me pritje, përcjellje, miq të nderuar. Pra është një gatim, ta përshkruajmë kështu ceremonial, dhe nuk bëhet në jetën e përditshme. Kjo nuk përdoret pra në jetën e përditshme për faktin se do që të gatuhet në formën më të mirë të mundshme të saj, do një kohë të gjatë për përgatitje.